Si keni qenë mirë? Puna ka pas punë? Si je? Mirë. Qa bëhet? Mirë. Programi ynë, lexoj një. Për biznesin e vogël deri në 200 milion xhiro e ka zero tatim fitimi. Po bëjmë ne s'po bëjmë 5000 lekë ato 200. Ndaj them pra, ajo ju përfshin ju me zero tatim fitimi, sepse duam që këta që kanë ngel të mos ikin më nga Shqipëria. Kjo është idea. Faleminderit. Nën, si të kam? Mirë? Mirë je? Shty. Për bizneset si ju, që nuk e kalojnë xhiron vjetore 200 milion, ju se arrini, po them, Ne kemi marrë fund fare. po, tatimi mbi fitimin do bëhet zero. Sepse duam që ju të punoni të mbani familjet, kaq. Na jepni një mundësi rinis ta bëjmë. Po rinis pra nis, ju. Shikojeni. Inshallah na me. Ha më zë, si je? Mirë. Mirë? Ha më s'ka gjë se... Hiqi ato. Aman, hiqe se... Hiqi ato. Aman. Sukses. Ndaj duhet i heqim këta ne që të mos keni më frikë të dilin në televizor. Jo, me se kemi frikën për. Faleminderit. Mund të bar. Jeni shtu shumë, po shumë partijini, po. Se dim se kujt e japim dhe kur bëhen shumë. Kujt do të doj shpirtin? Po se dim kujt e japim, gjithë e kërkojnë, tash çfarë themi? Ne kërkojnë votën. Një gjë është e sigurt. Këta që ja u keni dhënë nuk e meritojnë më. Nga këta të rinjt ku të doni ju. Hajde. Apo si thash mi? Po. Këta të tjerë të më shajnë mua, unë bëj fushat për këta. S'ka gjë. Apo jo? Në simbios. Lere të se ti vetë ai. Si jeni? Si je? Mirë, seri. Për bizneset si ky joti, me xhiro deri në 200 milion, se jam i bind që se kalon, e kemi zero tatim fitimi. Shikoj një. Na jepni një të rinjve ta provojmë një. Ku ta gjejmë ju të rinjë fleksh më. Si je, moj zonjë, si je? Si kalove? Ta merrni në dorë. Mirë je? Hajde, urime inshallah me Të fitore. lutem lexoje. Do ta lexojmë, do ta lexojmë. Për biznese si ty, Po. bëhet zero çdo gjë. Inshallah, hajde, inshallah se për Jo për fushat, është realisht kjo. inshallah. Hajde. Si jeni? Mirë? Si kaluat? Mirë, faleminderit. Ta dhanë programin? Jo, s'ka vam, po Bën biznes këtu? po, në betim shoqë. Për biznese me xhiro deri në 200 milion që besoj nuk i bëni në vit, Asnjëherë në botë. do ta bëjmë zero çdo gjë sepse duam që ti dhe të shoq mos tikni nga ky vend. Faleminderit. Faleminderit. Me radhë të gjithë folun, se do mos u flas dot gjithë. Unë e mbarë zotëri si jeni? Si je? Si të kam? Përshëndetje. Qa bën? Mirë je? Mirë. Si je zonjë? Gëzoje. Mirë keni qenë? Mirë, shoqërisë mirë. Mirë. Na jepni një shans ta ndryshojmë. Patjetër. E Shiko, kemi sigurt. për biznese deri në 200 milion xhiro që ti si bën kurse unë e shoh çka ke këtu, do ta bëjmë çdo gjë zero praktikisht, sepse duam që njerëzit që punojnë për të mbajtur familjen të mos ikin më nga ky vend, të krijojnë jetesë. Po as mos t'i bëjmë barr shtetit, jo po ndihma ekonomike, jo po dua punë, jo po ai ju punoni. Duhet me i marrë lekët aty te ata që bëjnë resorte, jo se ata duhet i ndëshkojmë. Po sepse duhet shoqëria të krijojë ca balans, se dhe ata pa popull nuk u bën më punë në Shqipëria. Faleminderit. Faleminderit shumë. Vajmë do të përgjithësi se nuk ta pranoj. Do më rash. Do të rra për Hajde. do të rra. S'kemi. Si jeni urime. Çembet. Faleminderit. Tani unë dua ta lexosh këtë. E kam E more? E mora. Shiko ku e paska, shiko. Kam një vërejtje, Dy. Më bëj ty. Për zotin. Pse ore nuk u bashkua do burrë? Po sa luftova una që ti bashkoja? Për zotin, na keni mërzit shumë. Për kokën time, do men sa luftova për t'i bashkuar, ata më pan mua si armik, jo ata. Pa di çfarë do kishim bërë më. Të betojmë. E mendoj si ty më. E mendoj si ty. Ti shkojnë vota kot fare më burr. Shiko, bëhet pak më e vështirë, po nuk do shkoj. Shumë e vështirë bëhet tani aty. Po jam në një mendje me ty domethënë, edhe luftova shumë për këtë Ti si gjë. po prisnim, po. Të betojmë. Po u bëm bashkë me çunat e Thurjes, me Endri Shabanin, Pano Sokon, Se me ky do fitore, po se mbushte muajin ky, po të the mua. Shiko,
po ky do ta fitoj, po ky se mbushte këtë vit. E rëndësishme është që tashmë në fushën e betejës ka një ekip njerëzish të Po, qartë. jemi të vjendur pra ta. Na japi mundësi ta çajmë sistemin si fillim. Urime. Te programi për biznese me xhiro deri në 200 milion që ti nuk i bën jam i bindur. Po. Shikoje këtu mua më burr. Zero tatim fitimin, çdo gjë. Sepse duam që njerëzit që punojnë për të mbajtur familjen të rrinë rehat. Ika. Falenderoj shumë për mikpritjen. Po. Si je? Si të kam? Si duke, Qa bën? si keni qenë? Po eci. Mirë. Ta dham programin këta? Shqyr zot më dha. Të lutem lexoje sepse e kemi bërë me shumë përkushtim. Pa diskutim ti. Dhe jo të na votoni se jemi të rinj, po u bindet nga programi. Jo po u bindet se jeni të rinj, po kjo është arsyeja e vetme pse duhet të votojmë, kupton neve. Faleminderit shumë. Sepse ne fjalë Faleminderit shumë. edhe u lodhëm me këta. Faleminderit Rikthehemi u lodhëm në efektin e jetesës, E vërtet. të ndershmërisë të jetesës. Më mirë të ta them, kupton. Sa më i ndershëm ti je aq më problem në këtë vend. Mos e përsëri dy herë, mos e thoj dy herë për shembull se Falenderoj shumë. Eci me radhë. Kam vetëm këtë problem kritik që është problemi i kalon makinat tek pazari të rrugës. Edhe është i vetmi problem. Është i tabelat në fillim, po kush e Na shkruani online. Eci. Po, Si jeni? Në barë, si ka doni? Jeni lodhur? si je më nën? Si kalon? Edhe për mua. Ha, u trëmbe, po qarë ka kamer? Aman, hiqe. Aman, hiqe. Aman, more, hiqe. Lere të atakoj për qefin tim. Ha, si je? Një dhe një dorë. Si të kam? Mirë je? Suksese. Qa bën? Po do ta kemi vështirë. Të vështirë sigurisht, për e të pa mundë. E mori. Tani lexoje pak atë, i oqa, me vrap. Shiko. Po i korandja. Po i tani mu. Po lere tani që shki mua bet. Tani digjo. Të lutem lexoje për bizneset me xhiro deri në 200 milion lek. Mos më bën asnjë ashtu si jam bashkoz. Familja oficeri. Djalin arkitekt. Edhe unë e kam pas babën ushtarak. Kështu që jemi okay. Ika, faleminderit. Ju e s'mbar. Unë jam me Endri Shabani. E me ne është ai. Bashk, hajde. Ja, gjetëm një Endrit. Faleminderit. Faleminderit. Lexoje. Për bizneset me xhiro deri në 200 milion. Faleminderit. Punë të mbarë. Faleminderit. Si je? Si kalon? Mirë, si jeni? Si kaluat? Si je zonjë? Mirë, qa bëni? Ja, rrugë më rrugë, rrugic. Isha ua njerëzit na japin mundësinë të bëjmë ca ndryshime. Deri në 200 milion xhiro në vit, për biznesin e vogël në të gjithë Republikën, do ta bëjmë barrën fiskale zero, sepse duam që njerëzit e kësaj Republike që punojnë për të jetuar, se aq fitonin sa për të jetuar, të mos ikin më jashtë. Kështu që unë ç'kam thënë e kam bë. Faleminderit. Nën, si të kam? Mirë, si jeni? Mirë je. Si kaluat? Nga shtëpia? Me kamerë. Aman, kamera të iki me vrap, aman. Aman, kamera me vrap. Tani e lexojnë që programin. Ta lexojmë dhe mbarësi dhe suksese dhe të mira. Faleminderit shumë. Shqyr që doli. Thoja edhe njëra aman, hiqe thuaj. Thuaj, aman, hiqe kamerën thuaj. Ha, ika, hajde. Jo të betojmë jo, i thashtë ikte. Lexoje se për bizneset deri në 200 milion xhiro vjetore, që ti si bën kur, Jo, kur fare. tatimi do të shkojë zero. Ju falenderoj. Mirupafshim. Mirupafshim nën. Në mbarë, si jeni? Tu a shtrëngoj dorën, votën jep janë i kujt doni. Faleminderit. Shumë ka lezet. Lexojnë që këtë, ajo okay. Ika. Faleminderit shumë. Lexoj se ka gjëra interesante për kategorinë e bizneseve tuaja. zonjë më duket e ke nga anët tua. Nga është. Aman ik me kamera se si duan kamerat, aman. Kam vazhduar Si të kam? Jeni mirë, si dukeni? Me shëndet. Nga je. Unë me na të peni na më Gëzojmë. Çam jemi? emërtuar Zenelaj. Gëzojmë.
Tepele, Gëzëm. Kalivaç. Puna, hauet, fëmijët. Hajtë më shtyu pak nga të gjitha. Ta ran programin? Po, e mora suksese. E disa jemi lot për ta punuar. Po, me tha djali. Lexoje sepse për ju ka një pikë që është shumë interesante. Që thotë, për të gjitha bizneset e vogla, me xhiro deri në 200 milion në vit, që ju se bëni besoj, Kur në botë. po do ta bëjmë barrën fiskale zero. Sepse duam që njerëzit që punësojnë për të mbajtur familjen të mos ikin nga ky vend. Zonja kishte vetëm një problem që sa të vërtet jemi, vetëm këtë e kishte problemin. Këtu e kam... Qatë vërtet unë, që si jam bërë unë, kam 15, si ketë si jam bërë, 15 kile kam humbë se lodhem rrugë më rrugë. Unë të thash, unë jam doktor dhe kam ardhur e bëj vullnetarisht. Ju falshim. Ju përshëndesim. Hajde. Suksese, Si e zonjë, shite gjë sot? Asnjërisht po rri. Mirë. Sinqerisht po rri. Më fal. Sa gjithë jemi po me nga njëri them burrit ne s'kena dha mosh, po jena po edhe në Somali me ik. Jo në vende të tjera që janë lule. Po aq keq është bë puna sa edhe në Somali ne pranojmë të ikim prej. Çat janë shluftet me. Qatë Nuk të e them, di. lexoj, ka një pikë aty për biznesin e vogël, po Po. se kur dëgjon këto, Sinqerisht, Demoralizohesh komplet. ne kemi qenë ndër të parat në treg. Nuk kemi pas deklaruar si të gjithë punën normal. për shkak të tranzicionit shqiptare me Po, në. kena punu jashtë mase. Tani, mu nuk më del asnjë gjë. Maj motrën e burrit i ka vdek burri, djalin e ka me depresion, vajza me angë, dhëvet me angë, e maj vetëm për sevap. Edhe Po tani s'man dot as veten. Nuk maj veten. Kam djalin këtu, sa po i thoj, e kemi diskutu, kam mbaru të Europiani, edhe i thash, pak të gjeni punë shtet, bëhu me nej parti, se me këto partit i thoja më para, tani më tha, mos më thoni më për parti, unë qëse ashtu e gjej, gjeni punë shtet, pak të me mbejetuaj, se E ne di me pse këtë ndodh punë kjo nuk- si e ke emrin? Fitnete, Po fitnete, e di që ndodh. Duke qenë se këtu nuk ka fabrika, uzina, U shtuka. të gjithë njerëzit luftojnë për një punë në shtet. Se shteti ka punëdhënësi që Po, pak në një copë buke ndryshimi duhet jetë të rrënjësor. paktën brezi jon. Edhe ju prindi duhet na japni këtë mundësi, duhet jetë ne duhet të rikthehemi në investime për fabrika, për uzina, Për që të ketë vende pune. Ore të ketë një rroba qepsi diku, të jetë një fabrikë, një prodhim, vërtet. asnjë u shtukën me gjitha prodhimet që kanë qenë gjitha ato uzina. Turoj Nuk e ti di. është mirë me shëndet. Suksese. Inshallah. Si e zonjë? Si dukesh? Mirë, si jeni? Mirë, Hajde, faleminderit. të uroj gjithë Faleminderit fëmijëve. shumë. Si e zonjë? Për... Si të kam? Mirë, faleminderit ju. Mirë je? E pas ke marrë program? Për xhiro deri në për xhiro deri në 200 milion që ti si bën kurr, e di unë. Tatimi do shkoj zero, ta dish këtë. Sepse duam që njerëzit si ty të punojnë. Eci. O, ja shtuar forcat. Ja shtuar fuqishëm, ora. Më fal. Si e? Që bëre? Si të kam? A je mirë? Mirë, Me shtet. Adriatik Lapa jam unë. Si e ke emrin? Qaftë, me dy unë. Gëzohem. Mirë. Faleminderit. Lexoj edhe një si. Faleminderit. Ika. Ecim çuna goca. Mirë. Mirë, faleminderit. Për bizneset me xhiro dhe në 200 milion që ti si bën kurrë, di unë që si bën këtu, do vejt zero nga kërkesa fiskale. Faleminderit, sukses. Beso. Si të kam? Mirë. Çfarë? Jam do fizikisht. Do thush se është mirë se je djalë i ri, po 20 orë në ditë eci. Takimi. Faleminderit shumë. Do fitosh. Unë them do e çajm kësaj here. Faleminderit. Si e? Si java? Mirë. Si kam? Si kalon? Mire, pas ke marrë. Po e mora. Lutem lexoje. Faleminderit. Eci. Aleni, ka zonjë se. Nën, si e?
Po mirë, me shëndet më dukesh mirë. Ha? Në jug. Kam 50 vjet këtu, rritur e le. Faleminderit. Eci. E pa ato po bëjmë po. Si të kam? Qa bën vua? Mirë, punët hahet. Jetojmë si Shqipëri se kështu jemi mësuar. Shpresoj të kemi ndryshim zero. Na duhet një majuaj për bizneset si ty, me xhiro dëm 200 milion në vit, se nuk besoj se ti e kalon atë xhiro. Do ta bëjmë ngarkesën fiskale 0 në total, po 0-0. S'intereson kjo, normal që vutja është, po duhet Faleminderit shumë. Respekt, faleminderit shumë. Faleminderit juve, punë të mbar. Jeni, si kaluat? Sukses. Gjofshat mirë. Vamo bos. Djali, Isha ndryshojmë. Hajde, urime. si të kam? Mirë. Jemi për ndryshim. Lexoje të lutem. Po, da lexojmë. Po e merituam na jep. Ha. Po je. Mirë, qa bëhet? Mirë, si je? Po shqyro 4 që punojnë akoma se. Si s'punojnë. Po ikin Uroj gjithë. suksese. Faleminderit shumë. Je shumë i sjellshëm, Faleminderit. artikulueshëm. Kam ndjekur dhe më pëlqen çdo gjë që Faleminderit kam shumë. dëgjuar nga ato. Faleminderit Që aq pak sa kam ndjekur domethënë. Të lutem lexoje Patjetër. për bizneset me xhiro deri në 200 milion lek në vit. Po e kam dëgjuar. Do e bëjmë 0 ngarkesën fiskale, sepse duam që njerëzit e punës as mos lypin të shteti një vend pune, e as mos tikin. Ndërkohë për çiftet e reja se je e re, parashikojmë që blerja e shtëpive me sipërfaqe deri në 80 metra katror të bëhet me kredi me interes fiks 1%. Mirë. Janë gjëra që ndihmojnë qytetarët. Falenderoj. Si jeni? Mirë. Si kaluat? Faleminderit. Si jeni? Si kaluat? Shkoftë mbar. Bashk. Eci. Si jeni valla, se kështu s'ka parë origjinal, ka parë vetë televizor. Po që ke do psuj çik. Shumë. 15. Sa? Që ke do psuj çik kapsa gjithë. 10 e sigurt, po më thonë sa dhe 15. Po ti mos këron fare më. Kam rënë. Po ti ke qenë mirë më. Po ç'a të bëj ngela rrugëve? Suksese. Po pranë ka qenë më shtu, bravo dhe. Ai suksese. Faleminderit. Si, e takova unë tani? Djali. Si kalova mirë? Djali është pak skeptik, po. Do lexoj. Unë herë thash, atë i thash nuk po votunë. Po s'votove ti. Rrin ata. Po normale. Ata marrin vendime për ty. Ndroje. Ha. Mirë, si kalove? Mirë. Që bëhet? Eci. Si jeni do të punë mbar? Shëndetje. Mirje. Mirë. Mirë. Uroj më të mira. Juroj suksese. Si e zonjë? Si kalove? Juroj sukses. A të thuaj mojnë në atë. Si jenë? Si e shon Berit? Mirë, si e Punon këtu në treg? Unë tregi sa me do ishte të punoja. Ne Tiranë se nuk punojmë. Erdhën gjithë na i zhurë dhe i bëj sala më falë për shprejë. E ndër mutë. Edhe ne ishim njerëzit më të ndeshëm. Qa mbi emri? Unë qëtu duhet mi emri. Unë jam me emër shumë të dëgjuar. Edhe pas më që edhe janë. Në dhe familjet e mëdha të Tiranës. Ha? Familjet e mëdha. Familjet e mëdha, them. Të dhe që të në rrëtë të shmëria në kujti duhet, vetë mu të laj. Ne në kemi jemi në bu, da. Po si të bëjmë? Si na e pja ti e në nëjnë. E ureja të timate në nëntime që në kam mësuar me kyqe dukat. Po qa të bëjmë? Po shtu kemi më. Po të bëjmë një abrash të gjithë si bëjmë. Jo, po pse me një qik të kishim një pije të kishe. Po mi ne fëmijët tuaj, qa të bëjmë? Ja. Po kjo është e kishë se dhe imi. Ja më thuaj ti mua, qa të bëjmë? Nuk është ja.
Ja ku ke gocën time. Mo, qa goca ime, se atë frim kishim, unë edhe nga babai, nga nona. Qa goca ime. E qoshin atje, i thëshin, i e filan drejtoresh, binte atje e i këtë Samir Tajeri. E ka malku Zoti, thësh. Dhe e. Të uroj më të mirat. Të mirë kuptoj. Jo, nuk të mirë kuptoj. Të mirë kuptoj se ja këshu flet në naime, se e di unë atë. Sot, unë them këtë. Falenderit Zotit që më ka dëgjuar e gotë që them me kam në tokë bëllë e zoja vetës. Kam më qoj ti matë bësha inxinjere elektrike. Unë bësha arti. Vajta vitin e parë, vitin e dytë konkurova vetë në akademi. Vetë fitova. Dhe më tha, se ishe dikush e atëre, punon të ti marë. Më tha mua, si e me mësime? Mirë, thësh. E pash kishe dorë nga mrapa, thësh, ka një gjë që më morin dhonë, këj më po më thësh. Dale këtu. Mirë, bëri pyetje të. Sa vjeç ishe? 18? 18. Më tha mua, do më thësh të vërtetën, tha. O ba, të them një gjë, thashë, unë e di që ke mrapa, thashë, ke notet. Po unë them që unë kam lëna të shkollë që të ti bëra për këtë, thashë. Edhe më tha mua. Thashë unë da haj në një shkollë, të një sukserat në njerë, për një shkollë do të marrë. Erdi unë ngritë, kam pas një tavolin mezi, koltu që të ndej, edhe erdi ngritë edhe më dha dorën pusin balë, s'ta kam frikën të një jetë, më tha mua. Ta një revolucionare. E që në duhet, edhe këte i themë gosës si mirë. Si qanë i thësh, po të bërtet pronarja i thësh, vidi zanatin. Hajde. Bu pronare do me të. Bu pronare, edhe është dikushi tani. Sukses. E more vesh, është dikushi tani. Sukses. Faleminderit. Letëzoj, kemi për biznesin e vogël goxha edhe për të rinjt. Kemi goxha pika. E kemi punuar me shumë dashuri. Shiko, faleminderit. Po, nga Brahimajt, e ka të ndishës. Unë jam në Mërkuraj. Gëzohem. Ti e nipur jam nuse. Gëzohem shumë, faleminderit. Si e mirë? Mirë, edhe ndjej shumë krenari për atë zonë, se janë njerëz vërtet të shkëlqyer. Falenderoj shumë. Djalin e falit edhe ju ty jam me gjithë. Faleminderit shumë. Faleminderit zonë, hajsi. Si, është punëtate, ecë. Dhe me punët, Ka nga të gjitha qasjet, sepse njerëzit ca janë zhgënjyer, ca janë traumatizuar, ca janë dhunuar, ka nga të gjitha. Po e rëndësishme është që shumica dërmuese janë shumë dashamirës, apo jo e do? Sot kemi pasur në fakt një pritje shumë të mirë nga tregtarët, nga bizneset, nga qytetarët dhe për te zhgënjimi që ata kanë e kanë ndarë mendjen që do votojnë ndryshimin, do votojnë tren këtë vit. Po të paktën unë shoh që janë të bindur që këta që e kanë pas deri tani nuk e kanë bërë mirë. Kjo duket qartë. Duket qartë edhe në fakt një nga zonjat tha që më shumë kam shitur valixhe se sa kpuc. Duhet edhe një vot, duhet edhe një deputet. Që thë të bashkësh me radhë. Jo, Ka një pyetje serioze. ma bëj pyetje në live. Ja ta japum garantume. Ja. Që ky është bashkë me ato. Hajde tani. Më bind mua. Vemi bashkë. Hajde u lutu Jemi tani. gjo po. Qa do bas tani? Bas tani ja ku e ke atje. Si u e letrën me film këtu me noteri. Letrën këtu ta filmos këtu tani. Ore, qa mund besoj unë, ju këtë. Bas këtu tani. Shumë mosh me master. Po. Me 8.7. Tani, i re gjoksit, po, më nxirr letrën e bardhë ta firmosëm këtu Me tani. 8.7, më rrejti Erion Velia, 10 herë më E pa tani në mbaj përgjegjësi dhe për ato. Jo të që. Mas se kohë, fillon historia jote. Ha. Filloj historia jote të më rrejshë me ti të shi. Po pse më? Pse? Tani, si e ke emrin? Gjevi. O Gjevi. Mund të më shtetem pak? Po më shtetu se Erion Velia më shivi syzet. E ti më shtetu a i me oqë syzet. Mi fshio e më tha mu e këtë sigurt në tha mu. Pastaj, juve, thotë mua beti, nuk doni ropë mirë, doni vetëm gangstera rrugës. Edhe mu, unë edhe nuk e këtë kam gangster ma çune. fe këtë tani. Unë e kam çunin 6 vjet pa punë, ku mund t'i besoj unë ty ne kam bot trajset gati me hiktës. Tani, Gjevi. Gjevi. Tani më the, unë vë bast me ty the që ti do bësh me Ramën, a më the kështu? Po.
Tani nxirr një letër të bardhë këtu. Nxirre këtu tani. Nxirre këtu tani. Letra e këtyre. Nxirre këtu tani, nxirre këtu tani. Jo, nuk e letra ju, do aty ta film. Jo, do ta bëj unë do të marr masiu këtu tani. Ja me këtë letra ashtu. Si u e këtu me lapse letër, me lapse letër. Jo, do letër të bardhë. Po doja të bardhë ta jap edhe do të hy në borxh. Ja, se e gjetëm neve, e gjetëm. Si qa letre ka thonë. Si u e një kalem këtu tani do të. Ja, kemi kalema. Hajde këtu tani. Karën si letra. Tani. Si e zeza për të barë. Uni në shkruari filan piste. Unë. Adriatik Lapaj. Lapaj. Angazhohem. Për para, si e ke emrin? Emrin e gjatë. Gjevrie Kastrati. Gjevrie Kastratit. Që pas Zgjedhjeve nuk bëj koalicion. zgjedhjeve të datës 11/5/2025 nuk bëj koalicion me Edi Ramën. Okej. Nëse e thyej Premtimin? këtë angazhim të gjitha pronat E tuja? Do më kalojnë mu. llogarit bankare të mijat janë i kalojnë Zonjës në fjalë. zonjës Gjevrie Kastrati. Korrekt dhe ligjërisht, emër mbi emër. Adriatik Ferman Lapaj. Ja do e shohim. Mbaj. Faleminderit. Po u bone. Tani unë të dash gjithçka tani ti thu po u bone tani. Pa çfarë të jap unë me tani. Po u bone. Sa atë kisha bun me i gjujt aty. Aty, la majna. Po mjeku. Mbaj ato tani. Në rregull jemi. Me këtë, Hajde. me atë letrën ti thua inshallah besh, që ti marrësh gjitha. Ika. A që korrekte? Shumë korrekte. Ta mbaj aty ta ketën. E kemi me provën e me pak.